Tashmë është bërë traditë që në të gjitha komunat e Kosovës të mbahet një organizim në fundvitin që po e lëm pas. Si çdo komunë tjetër, edhe komuna e Lipjanit mbajti një organizim të tillë. Kryetari i komunës së Lipjanit, zotëri Imri Ahmeti, me këtë rast mbajti një fjalim dedikuar zhvillimeve dhe të arriturave në këtë komunë. Ne sot jemi këtu bashkë për të ru festat të fundviti dhe për të falenderu për angazhimin që kemi pas gjatë gjithë vitit bashkë. Gjatë vitit që jam pas, kemi realizu dikon rreth 95 projekte, janë pagu dikon mbi gjysma e borxhet, 56%, rreth 4 milion euro janë pagu borxhe dhe obligime kontraktore të trashëgura. Kemi arrit me investu në shumicën e lokalitetet dhe do të vazhdojmë me investime të tilla edhe vitin e ardhshëm, sigurisht viteve në vijim. Pa dashmi numëru të gjitha, unë ju uroj festat e fundvitit dhe juftoj që bashkë ta përcjellni një dokumentar që ka përgatitur Zyra për informim. Faleminderit njerëz gjithëve dhe pas këtij dokumentari juftoj që me një koktejl rasti ta përmbylli vitin bashkë. Faleminderit gjithë juve që jeni prezent. Duke vazhduar më pastaj edhe me një dokumentar kushtuar komunës së Lipjanit. Dokumentari i cili përfshinte personalitetet të kësaj komune, të arriturat, sukseset dhe lëvizjet të cilat kanë ndikuar pozitivisht në zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të komunës së Lipjanit. Krejt në fund u mbajt edhe një koktejl rasti. Këtë vit komuna e Lipjanit është zgjedhur poshtë komuna e vitit në Kosovë. Uron që sukseset dhe të arriturat të jenë gjithmonë pjesë e pandashme e kësaj komune.